Të dashur shikues, mirë se po takohemi përsëri në emisionin tonë të radhës në kuadër të projektit Loyola Lingua Lab. Sot kemi një mysafir shumë special, shkrimtarin e mirënjohur nga Prizreni, zotrin Roland Spahiu. Së bashku me zotrin Spahiu, do të diskutojmë mbi temën e ruajtjes së gjuhës dhe identitetit gjuhësor. Roland Spahiu është një shkrimtar nga Prizreni, shumë i njohur me romanet e tij, siç janë romani Fluturat, Zbrazët e tij, Gjenocidi i Hirt, romani Shtëpi prej Kajtonit dhe romani Një skenë filmi. Zotri Roland, faleminderit që keni pranuar ftesën dhe mirë se erdhët në studion tonë. Erion, shumë faleminderit për ftesën, është shumë kënaqësi me bashkëbisedu me ty për letërsi, për gjuhë, për identitet, për temat të cilat i kemi dakorduar e konceptuar edhe bashkërisht. Kështu që është kënaqësi e imja, është hera parë që po gjendem këtu dhe po ju uroj një rrugtim të mbar me këtë projekt inovativ, kreativ të themi. Faleminderit. Zotri Spahiu, si mund të lidhet gjuha me ruajtjen e identitetit të një komuniteti? Kështu, tash gjuha është fjalë e madhe, është jo vetëm fjalë e madhe, por është edhe koncept i madh. Madje është nocion shumë i madh, shumë i gjerë. Gjuha e një populli është manifestimi i asaj se si mendon një popull, si vepron një popull. Çka nuk kuptojmë për kësaj? Gjuha është pasqyrim se si ti i rendit veprimet brenda përditshmërisë tënde. Pra si çka bën ti në jetë, si individ ose si një grup shoqëror ose edhe në aspektin sociologjik si shoqëri. Pra, në të gjitha sferat e jetës gjuha është një pasqyrje shumë e saktë dhe shumë e qartë ndaj asaj se çka është e vërtetë në jetën, në realitetin e një individi ose një shoqërie. Gjuha është një urlidhëse ndërmjet kuptimit dhe asaj të panjohurës. Pra, mes asaj që dim dhe asaj që ende nuk e dim dhe pranë së cilës jemi gjithnjë duke e kërkuar atë. Gjuha, prandaj po them, është një fjalë shumë e madhe, ka shumë teori në gjuhë, janë strukturalistët dhe janë të tjerët se ata na tregojnë se si duhet konceptuar gjuha. Gjuha është, të themi, një gjë shumë delikate në aspektin e kuptimit. Çka po du me thonë me këta? Unë hetoj në përditshmërinë tonë që ne e përdorim gjuhën pa e njohur atë. Çka i bën? Kjo për shembull, i keni dëgjuar edhe ju, e përdorim shumë fjalën koncept, fjalën ide ose fjalë të tjera. Po unë fatkeqësisht kam hasur që në përditshmërinë tonë ne nuk e dim kuptimin e një fjale, fjalën të cilën e përdorim. E tash, lidhja gjuha dhe identiteti, kur përdor gjuha pa e njohur atë. Pra, unë po e përdori një fjalë, po nuk kuptoj një gjë tjetër, po ti po kupton një gjë tjetër. E tash, mes gjuhës dhe identitetit, prandaj po krijohet një lloj amullie, një lloj re e zez, e cila e pengon kuptimin. Edhe kjo pastaj shpërndahet në disiplina tjera, si në psikologji, në sociologji. Pra, vetëm me mos përdorimin e saktë të kuptimit, ne krijojmë telashe në përditshmërinë tonë. Kështu që gjuha dhe identiteti lidhen në shumë mënyra, po bazën e kanë aty te përdorimi i saktë i fjalës ose të pjesëve të tjera të gjuhës. Si janë pastirmat, pyetjet e duhura, si janë mbiemrat, foljet, formulimi i fjalive siç duhet. Kështu që në momentin kur nuk i bëjmë këto siç duhet, atëherë kemi një hendek të mos kuptimit që e krijojmë pa nevojë vetë. Nëse mujta pak me elaboru se çfarë lidhje kanë gjuha dhe identiteti, është pikërisht kështu diçka si
hyrje si fillim. Kur jemi tek ta themi keq kuptimi i gjuhës ose mos kuptimi i drejt i domethënies së një fraze të cilën ka dashur me shpreh autori, pra mendimin ose konceptin e tij, duhet ndalem pak tek fusha e neve si të rinj që jemi për shembull. Qysh kishte me qenë metoda më e mirë që ne si të rinj ose nxënësit faktikisht kur të lexojnë një roman, poezi ose diçka të arrijnë të kuptojnë thelbin e asaj që ka shkruar, po të arrijnë të kuptojnë në fakt gjuhën. Është shumë e thjeshtë, po edhe në të njëjtën kohë më e vështira. Ka të bëjë me sinqeritetin që duhet të ketë njeriu me vetë. Ti e merr e hap një libër edhe fillon me e lexu. Edhe nëse unë ta kum prezantu një fjalë, ti pa e vërtetuar çfarë kuptimi ka fjala, ti e lexon atë fjalë dhe ti e konsideron sikur fjala është ashtu siç e tha Rolandi. Pra ti nuk je i sinqert me veten dhe nuk shkon me pa a është me të vërtet fjala e ka qatë kuptim që e tha Rolandi. Në momentin kur ti e krejt fjalët e panjohura të një libri ose të një faqe të një libri, i merr, i studion me të vërtet, shkon në etimologjinë e fjalës, atëherë ajo fjalë do të shkojë edhe në kuptime të tjera. Edhe kështu fillon elementi kryesor i gjuhës, i cili është zhvillimi i individit dhe zhvillimi i shoqërisë. Në momentin ti kur nuk je i sinqert me veten, sillesh sikur di diçka që nuk di. Edhe referencën e ke vetëm jo fjalorin, jo etimologjin, po vetëm veshin, pra çka të ka thonë dikush tjetër për një fjalë. Dhe fatkeqësisht shumë kemi në përditshmërinë tonë. Për shembull, përdorim shumë fjalë, idenë e kuptimit nuk e kemi. Pra nuk e dim se çka është me të vërtetë. Për shembull, sinqeriteti është esencial për me a lehtësu gjuhës efektin kryesor që e ka. Pra, ndikimin në zhvillimin e personalitetit, individit dhe shoqërisë. Pra, mirë, atëherë, kur jemi tek pjesa e gjuhës, natyrisht deri kur është bën një gjuhë standarde letrare, pra kur është bërë kodifikimi i gjuhës shqipe në Kongresin e Dëshimit në Tiranë, ka qenë ai momenti kur secili, sidomos shteti, është bazuar në atë lloj shkrimi i gjuhës. Po tashti ne e dim që formimi i gjuhës standarde rrjedh nga levrimi i dialekteve. Sa është problem që me kuptu, sidomos shkrimet para kësaj periudhe që janë shkruar në dialektet gegu ose toskërisht, dhe si mundet me ndiku humbja këtyre dialekteve në gjuhën tonë? A nëse rastisht humbet për shembull zhdukët dialekti ose veçitja dialektit geg, ndoshta ato veprat e rëndësishme të poetëve të ndryshëm ose shkrimtarëve të ndryshëm, a do të lënin në zbrasti në trashëgimin e gjuhës shqipe? Pikërisht për këtë po flas. Tash nëse marr me i hy thellësisht kësaj përgjigjeje, atëherë mund edhe të gaboj. Sepse është një temë e cila i kërkon njohurit e të gjitha disiplinave, sidomos aty në shkencave sociale. Po çfarë dim, çka ka ndodhur me njësimin e gjuhës shqipe? Ajo ka qenë një qasje strukturaliste, e cila ka lindur nga një nevojë që të kemi qasje, jo vetëm letrare, po edhe të kemi lidhje me shkencat eksakte. Pra neve na është dashur që të kemi një gjuhë e cila sinonimet me gjuhë tjera krijon sinonimet me sinonimet e gjuhëve tjera. Krijon antonime me antonimet e gjuhëve tjera, krijon pasirma me pasirmat e gjuhëve tjera. Por qasja e gabuar do të ishte që nëse ne do të mendonim që vetëm gjuha standarde që quhet sot është pasuria jonë. Kjo nuk është vetëm pasuria, kjo është vetëm një mënyrë për të komunikuar mes nesh dhe për të komunikuar me të tjerët. Ndërsa gegnishtja dhe dialektet e gjuhës shqipe në zonat e ndryshme janë vetëm pasuri të cilat kanë lidhje simbiotike me gjuhën letrare, të themi, me gjuhën standarde. Pra, dialektet janë gjëra formime kulturore të cilat ndikojnë vazhdimisht në përparimin edhe të gjuhës letrare. Pra, këto pjesë, kështu mendoj, këto pjesë vazhdimisht, sepse çdo ditë
themi një gjë të re. Çdo ditë fusim fjalë shprehje të reja në gjuhë. Kështu mendoj që ekzistojnë disa pjesë të cilat vazhdimisht e ushqejnë njëra tjetrën. Pra edhe gegnishtja sot merr nga gjuha letrare diçka për vete, po edhe letërsia merr diçka nga gegnishtja. Po jo vetëm kështu, merr edhe nga dialekte tjera. Dhe kjo është e bukura. Njeriu është qenie e cila komunikon, duhet t'i thot ndjenjat, emocionet, mendimet e veta. Dhe kjo është mënyra e bukur. Nëse nuk funksionon të themi kështu, gjuha letrare me një njeri që je njoftuar tash, mund përdorën dialektet për të mirë kuptuar. Në mënyrë që mi ik endekut të mos kuptimit. Pra, të gjithat unë të paktën mendoj që duhen me u pa me një qasje optimiste dhe duhen të konsiderohen sikur pasuri dhe jo zëvendësim të njëra tjetrës. Unë nuk mendoj që e zëvendëson njëra tjetrën, unë mendoj që e plotëson njëra tjetrën. Kur jemi tek çështja e ruajtjes së gjuhës, ju jeni vetë shkrimtar që keni shkruar romane të ndryshme dhe jeni të lidhur me shkrimin. Edhe kush më mirë do mund t'i përgjigjej kësa pyetjes se sa ju që jeni shkrimtar. Çfarë roli kanë shkrimtarët në ruajtjen e gjuhës dhe si mund të ndikoni ju që brezat e ardhshëm të mos humbin veçoritë e gjuhës tonë? Shkrimtarët çfarë roli kanë në ruajtjen e gjuhës? Shkrimtarët duhet që të parapërcaktohen mirë kur vendosin që të shkruajnë një vepër. Tash janë dy mënyrat të shkruarit. E para është që të përgatitesh të ulëmtosh një vepër, të bëhesh gati dhe ta nisësh ta shkruash veprën, duke e përdorur normalisht gjuhën. Dhe e dyta është që sikur personazhi yt, nëse është fjala për roman, sikur personazhi yt të mos dish asgjë, dhe çka do të përjeton personazhi, të përjetosh edhe ti. Çka do të mëson personazhi, të mësosh edhe ti. Mënyrën kur e vendos se si do të vazhdosh udhën me romanin tënd, atëherë të themi që vendose që paralelisht me personazhin do ta vazhdosh rrugën. Në rregull. Është fillimi i romanit, zhvillimi i romanit dhe përfundimi i romanit, a? Për shembull, kjo është një formë klasike e 3 akteve. Tash në momentin kur ti e përcakton mënyrën, atëherë shkon edhe ta përcaktosh edhe stilin. Stili çka do thotë se si do të sillet personazhi yt, se si do të reflekton personazhi yt, se si ti do të qasësh botës së brendshme të personazhit. Tash nëse ti do të ta fillosh gjithë tregimin, të themi me gjuhën letrare, atëherë parasysh i kemi disa elemente. Elementi i parë është ne i themi didaskalja, është pjesa përshkruese e ngjarjes. Tash, nëse vendosi ta përdorësh gjuhën letrare, pjesa përshkruese me do e mos duhet të jetë në gjuhën letrare. Por të themi që personazhi yt është një njeri nga Dibra, që jeton në Dibër edhe ka një dialekt ndryshe nga pjesë tjera të tokës. Atëre ti përshkrimin e bën në gjuhën, sepse ti je autori, po në momentin kur vjen të fjala te personazhit, atëra ai mund të fol, nëse me të vërtet në përditshmëri flet ashtu, ai mund të flet me dialektin e tij. Në mënyrë që me u mbrojt nga artificialiteti. Pra, nëse e shohim pak më nga larg se çka jam duke trajtuar është kjo. Gjuha është shumë e rëndësishme që të mos shkëputet nga realiteti edhe në letërsi. Kjo është. Pra, nëse personazhi është ai që flet ku e diunë si një shkodran, atëherë le të flet si shkodran. Po, përshkrimi le të jetë në gjuhën letrare nëse autori ka vendosur që libri të jetë në gjuhën standarde. Po kjo nuk është një rregull që nuk mund të thyhet. Si mund të shkruash edhe nuk është parakusht, mund të shkruash edhe në gjuhën gege. Është varësisht se në çfarë
ku dëshiron autori të kontribuojë në cilën pjesë të përditshmërisë së shoqërisë në të cilën jeton edhe në cilën pjesë të gjuhës. Pra varet nga qëllimi i autorit. Po edhe pastaj qëllimi i paraprin asaj që ne i themi kontribut. Po, tash tek pjesa e shkrimit, mua po më intereson shumë kjo pjesa se a është mënyra më e mirë që një autor me shpreh idetë, konceptet e tij përmes shkrimit apo edhe mes të folurit. Cila mund me ru pak një rol më të mirë kur flasim gjithmonë për një autor. Tash e vërteta është që shkrimi është shumë i pasur se sa gjendja e folur e gjuhës. Se për shkrim ki shumë më shumë kohë me mendu, shumë më shumë kohë për me u thellu, ki shumë më shumë kohë për me hulumtu, edhe ki shumë më shumë kohë për me zgjedh çka do të përdorësh dhe si do t'i rendisësh fjalët. Për shembull në të folur, nëse ti dëshiron të jesh shumë i përpikt në gjuhën shqipe, siç e dim, për shembull në gjuhën shqipe ne foljen nuk e përdorim në fund të fjalisë. Folja nuk vjen po në të folur ti shkon në goja dhe e përdor në fund të fjalisë. Prandaj gjuha të parandalon nga gabimet strukturore. Nëse qëllimi është të mos gabosh, po nëse është qëllimi të gabosh, letërsia të ndihmon, sepse ti foljen në fund të fjalisë e vendos qëllimisht. Kjo është një kryengritje ndaj qasjes strukturaliste të gjuhës. Për shembull, unë personalisht kam përdorur foljen shumë herë në fund të fjalisë. Unë personalisht edhe kam provuar që të krijoj fjali të reja, terme të reja në letërsinë shqipe. Për shembull, një prej tyre që e kam bërë pa vedije, pastaj profesori i letërsisë Musa Bushani e ka vënë re dhe ma ka thënë është forma e emrit zonjë. Unë e kam përdorur zonjëri. Pra zonjën e kam shndruar në nocion, po pa vedije. Dhe kur kam dashur ta heq atë nga romani, profesori më ka thënë, jo, është mirë, është në rregull, le të jetë. Është një gjë e re dhe le të jetë si term i ri në gjuhën shqipe. Pra, gjuha është një gjë shumë komplekse. Është një gjë shumë komplekse dhe varet nga cili këndvështrim do ta vizatosh udhëtimin tënd dhe ku do të shkosh. Mund të them kështu, edhe mund të përgjigjem kështu pak a shumë në terma të zgjerë për t'i dhënë përgjigje pyetjes tënde. Kur jemi tash te aspekti i leximit, që po ashtu ka të bëjë me gjuhën, ne dim që sipas statistikave të kohës fundit leximi është duke u bërë më pak i preferuar, sidomos pas teknologjisë, pas zhvillimit teknologjik, gjithmonë kur po flasim për moshat e mia, moshën e nxënësve. Ju si shkrimtar, cili do të ishte një diçka që do ta përdorni si motiv, si frymëzim për nxënësit që me lexu sa më shumë, dhe si do të dikonte leximi te ta në gjuhën e folur ose në aspekte të tjera të gjuhës. Që zakonisht unë jam njëri që kam kujdes që të mos them një gjë është kështu. Kjo është kështu dhe është, edhe nuk jap shumë definicione, nuk jap shumë përcaktime të sakta si njëri në shumë tema. Pra, mund të them që zakonisht tema është sipas kësaj, sipas asaj, është mendimi i këtij, është nga ky këndvështrim, nga tjetri këndvështrim, por nuk po flas si shkrimtar, po flas si një njeri. Ne si shoqëri jemi brenda një keqkuptimi shumë të madh. Nuk ka, tash sakt po e them, nuk ka, dhe i qëndroj prapa kësaj, nuk ka zhvillim, civilizim, përparim, pa lexuar. Nuk ka një rrugë të dytë. Nuk po di a jam i qartë. Nuk ka. Pa lexim nuk ka asgjë. Nuk është një zbulim mos leximi. Nuk ka rrugë tjetër përveç se me lexu. Ne po i kthejm pjesës fillimit të bisedës. Sinqeriteti. Ne duhet të pranojmë ku jemi si shoqëri, si individ. Ku jemi, sa dim, në çfarë mënyra dim.
Në momentin kur pranojmë ku jemi, sa dim që dim pak, atëherë duhet nis udhëtimi jon I bukur. Shoqëruesi jon në udhëtimin e bukur është leximi, nuk ka tjetër. Pra unë si njëri që nuk flas për kjo është kështu, unë po them me keqenjen time, me njohurinë time, me një lloj vetbesimi. Nuk ka rrugë tjetër përveç leximit. Unë e shoh këtë çështje alarmante, largimin nga leximi, talljen me librin, humbjen e kohës nëpër rrjetet sociale, elementet të cilat janë duke na hutuar, janë duke na penguar që ta jetojmë çastin, të jetojmë ngjyrat e jetës, të jetojmë komunikimet e shëndosha ndërmjet familjes, të ndërtojmë komunikimet të shëndosha brenda rrethit edhe më gjerë. Këto gjëra unë I shoh si sulme ndaj inteligjencës së njeriut, por mendoj që njeriu me inteligjencën, me mendjen e tij duhet të thotë jo, është në rregull, po e mbyll telefonin, nuk dua 3-8 orë në Instagram, ose për mu 5 minuta është shumë me net në Instagram. Unë për veti e hapi një herë në muj, ri 1 minutë, 2 minuta, veç shoh akoma mesazhe, nëse jo e vazhdoj. Dua të them që as shteti, as organizatat jo qeveritare, po as mësuesja, nëse ne nuk e parandalojmë ose nuk I parandalojmë këto ndikimet negative, atëra as ata nuk kanë çka të bëjnë për ne. As prindërit, as shokët, jemi na ata që vendosim që të mos e mbysim kohën me gjëra koti, më falni që shprehje, po gjëra koti. Kur jemi te pjesa e leximit, a jeni më shumë pro leximit me kopje fizike, pra librave, apo mund të kesh avancim edhe nga leximi në pajisje teknologjike? Unë mendoj që libri elektronik nuk është një gjë e dëmshme, po në aspektin subjektiv, unë e preferoj letrën, për shkak të aromës që ka, për shkak të natyrshmërisë që ka, që e jep, ma përkujton lisin, dhe unë kur e mendoj që është prej një lis për këtë libër, atëherë nuk e lexoj kalimthi, e lexoj mirë. Kjo është lidhja ime subjektive, po nuk po them që kjo është më e mirë ose kjo tjetra. Procesi është I rëndësishëm. Nëse mund të jetë edhe kjo. Unë mund të lexoj për ty, ose ti mund të lexosh për mua, unë dëgjoj dhe I bën që edhe unë lexoj. Është procesi më rëndësishëm, procesi I leximit. A bëhet nëpërmjet kompjuterit, a bëhet nëpërmjet librit, është çështje personale, secilit mendoj. Zotri Sfahiu, për fund, desha të marr një mesazh të shkurtër që ju ja transmetoni rinisë së sotës sidomos mbi shkrimin, mbi gjuhën apo mbi leximin. A do mundoheshe, ose në fakt a mund ta përshkrueshe në 3 fjalë një mesazh tënd? Në 3 fjalë? Në 3 fjalë. Nëse mundesh, nëse jo një mesazh të shkurtër për rinin. Të mos paragjykojmë, është e para gjë. Po flas në raport me leximin. Nëse disa, të themi, I kemi lexuar 10 libra dhe 10 libra për momentin ne I kemi konsideruar sikur nuk janë të dobishëm. Të mos jenë këto 10 libra referencë për të paragjykuar ne dhe për ta ndaluar leximin. Kjo është paragjykimi, është një gjë e dëmshme. E para gjë është kjo. E dyta është që gatishmëria për t'i thyer sistemet e besimit. Kur po flas sistemet e besimit, po flas në lidhje me leximin. Ne duhet që të jemi të gatshëm t'i ndrojmë sistemet e besimit. Çka janë ato sistemet e besimit? Unë nuk mund të lexoj. Leximi është gjë e vështirë. Leximi është gjë e mërzitshme.
Ato nuk qëndrojnë, po më vjen keq, po leximi është njëra prej gjërave më të bukura në jetë. Një libër, ndonjëherë, ju mëson më shumë se sa 2 vitet e fundit e jetës suaj. Një libër lexohet për 2 javë, dhe ju mësoni më tepër se sa për 2 vitet e kaluar të jetës suaj. Pra, e para ishte paragjykimi, e dyta është gatishmëria për të ndryshuar sistemet e besimit në lidhje me leximin po flas. Leximi nuk është gjë e vështirë. Leximi nuk është gjë e mërzitshme. Leximi përkundrazi është gjë shumë e shëndetshme edhe në aspektin neurologjik. Pa mund të hulumtoni edhe ti vërtetoni këto gjëra. Në gjatë leximit krijohen, po them, neurone të pastra në trurin e njeriut. Krijohen neurone bebe, krijohen gjatë leximit. E kjo është gjë pasuri e jashtëzakonshme. Dhe e treta është vazhdueshmëria. Njeriu ndonjëherë mund të lexojë shumë pak. Mund të lexojë, të themi, një faqe në brenda muajit. Kjo është shumë më mirë se sa të mos lexosh fare. Mund të lexosh pak, po lutja ime do të ishte që të lexojmë në mënyrë të vazhdueshme. Pak ose shumë, po në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë sistematike. Këto do të ishin 3 fjalët e mia për lexuesin e që do duhet të ishte secili njeri lexues. Zotri Sfaiu, ishte kënaqësi e madhe të zhvillojmë këtë bisedë së bashku me ju. Ju faleminderit fillimisht që keni pranuar ftesën dhe që ishit sot bashkë me ne. Faleminderit shumë Erion, ishte kënaqësi edhe për mua e ju uroj vetëm sukses dhe mbarësi në jetë. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, ishit me mua Erion Kasratin, nxënës në Loyola Gymnasium, në njërin nga episodet në kuadër të projektit Loyola Lingua Lab. Ju faleminderit shumë që gjatet kohën dhe na ndoqët deri sot. Miru takofshim në organizime të tjera.